ten kurbanat, mbetjet nuk i largojnë, po i lojnë në vendin aty se ku kanë punu, edhe Lorenti mundet mjë të regu me pamje si mas miri se qysh i lejojnë. Do me thonë, Lorent, nëse mundesh prej fillimit, prej që tushit nësja, se prej këtu ka pas kurbana, janë edhe mbetjet edhe aroma edhe gjitha, cilat i lonë, edhe po, është mirë kur shesin kurbana, është mirë me pas punë gjithë, sidomos për fest Kurban Bajramit, por edhe jo me i lonë vendet në këtë mënyrë se qysh i lonë punëtorët këtu që vinë, do të thotë. Vlen ceket që këtu është edhe një stacion veterinarie, po nuk po punoj ka si duket, o gazmend, që pas kalon. Edhe banesat, njerëz cilët jetojnë këtu pari, edhe duhet, deri të vinë me i pastru, duhet me qëndru në këtë ambient i cili nuk është ma i miri në botë, edhe nuk është hiq i bukur e etik. Për ndryshe e vështirëson edhe kalimin e qytetarëve art, kur dëshirojnë me ecë në për trotuare, nuk kanë se si ecin për shkak të mbetjeve që i kanë lënë. Ja veç që këshëreni, unë e mendoj që këto duhen me i mbledh vetë, se është punë që ata e kanë bo, edhe nuk është mirë me i lënë qështu që i kanë lënë. Do me thonë është një goxha copë e trotuarit, e madhe, e gjatë, që nuk i kanë pasru. Edhe veç i mbledhin, edhe i gjunjë qështu, nuk i pastrojnë. Ndonë se vjen edhe komuna me i pastru këtë gjë që ka e bujnë qytetarët ose njerëz cilët kanë punu me kurbana, por ja, pra kjo është pamja që ja jep bukurin e pejes, ose lagjës taphone në pej. Po, Diona, ky vend me qenë se ti vije pra nga peja, ky vend është përveçëm i supozuar pra që këtu pra ndodha i procesi për